e Sali Berishës, se me qenë se miti i tij si pa korruptuar ra pas zbulimit të pasurive, po bjen edhe miti i tij si një politikan që përballet, si thua. Dhe është duke përdorur të njëjtat taktika dhe manovra procedurale siç kanë përdorur disa figura të krimit të organizuar që kanë shtyr me vite me manovra procedurale përballjen me gjykatën. Dhe qëllimi është, meqense nuk kanë shpresë që kjo dosje mund të zhbëhet nga gjykata ose mund të prapësohet për hetime të mëtejshme, synohet që të shtyhet vendimarrja pas zgjedhjeve të 11 majit, me shpresën dhe iluzionin që mund të jenë në rrethana më të favorshme pas 11 majit, por të ushtruar një lloj presioni ndaj drejtësisë me qëllim për të shpëtuar gjykimit për këtë aferë korruptive. Petraj, ligjërisht me sa duket jemi në rregull, por çfarë nuk shkon apo jo, dhe ligjërisht ndoshta nuk jemi në rregull aty. Pse? Sepse ka një aspekt procedurial, nëse vetë gjyqtarja nuk e ka ndjekur taktikën e mbajtjes në sfond të një avokati kryesisht, normalisht seancat do të shtyhen. Por që ajo që po shikoj unë dhe që është e tillë, është sepse disa personazhe të cilat kanë mas sigurie të caktuar, mendoj që atë të cilët nuk arritën do ta fitojnë në pjesën e kërkimeve, ankimeve të ndryshme që bën në gjykatën në shkallën e parë në apel apo në gjykatën e lartë për zvendësimin e masës dhe heqjen e masës. Në një fjalë, mendoj që duke kaluar afatet e kësaj situate, shuhet edhe masa. Në një fjalë, në raste të tilla. Ka disa element që mund ta kërkojmë. Pra, po ta shikosh, kjo është një dosje më tepër politike. Politike për arsye që ta zgjasë sa më shumë. Gjykata shtitet ka me politikën gjykata. Jo, janë personazhe të tillë që duan ta shtyjnë. Po dakor, gjykata shkon ligjin dhe jo, një sekond, jo, nuk është ashtu. Problemi është që ka një shkak të arsyeshëm. Çdo shtyrje ka një shkak të arsyeshëm. Dhe ajo që të cilën unë shikoj në këtë situatë, është se dosja është klasifikuar si goditje politike dhe kjo pjesë e politikës, pra vetë Berisha e klasifikon politikisht dhe një personazh tjetër. Berisha që vendos, Petra. Jo, po nuk e vendos ai, vendos ligji. Ai po e përdor për konsum të vet. Është në drejtën e tij. Shkon te gjykata. Pa, gjykata në këtë rast, unë ja u shpjegova që duhet kishte mbajtur në sfond të caktuar një avokat kryesisht për çdo kënd që është i person i thirrur i pandehur në seancë. Tani e ka bër apo s'e ka bër, për shembull neve na ka rënë për pjesë në raste të tilla që kemi pasur dosje të risku të lartë, dosje me veprimtari të rëndë, me fjalë të pjesës së pozitës penale, dhe na shlën në sfond tërkohën një avokat kryesisht. Për çdo rast të cilët neve mungonim, avokati kryesisht ishte ai që i thoshte po, unë kam lexuar dosjen dhe jam dakord për këtë apo për këtë. Pra, nga ana procedurale, nëse kjo gjyqtare nuk e ka bërë, është tjetër gjë. Dhe për pjesën e largimit që kërkon tani largimin e gjyqtares. Është e njëjta gjyqtare që po nga Berisha është vlerësuar. E ka vlerësuar shumë mirë. Që ka shujtur masën, që ka hequr masën e sigurisë. Që e la pa masë. Tani si ka mundësi kërkon përjashtimin? Para pak javë e ja u shpjegova, nuk ka lidhje kjo. Problemi është te pjesë i afateve të cilët ka masa e sigurisë për këdo person që është në një masë sigurie, ka të drejtë në këto momente, zoti Maltezi ka të drejtë të kërkoj kalimin e afateve të paraburgimit, se quhet paraburgime. Ma kuptove? Dhe ky është një aspekt proceduror dhe pjesa tjetër është për konsum mediatik. Politik, po. Kjo është ajo të cilën si e shikojmë. Avokati nga ana ligjore ka shumë të drejtë, sepse ne kemi parë në procese të ngjashme që edhe figurat të krimit të organizuar për shkak të këtyre manovrave për të shtyrë hetimet ose kalimin e dosjes për gjykim, kanë përfituar nga afatet
kanë djegur afatet e paraburgimit dhe pastaj është detyruar prokuroria dhe gjykata që t'i nxjerrin në gjendje të lirë, si thua, edhe të dështojë edhe procesi. Megjithatë, për të ndalur te gjyqtarja, duhet të theksojmë për publikun që deri më sot nuk janë ngritur dyshime, fakte ose dyshime që mund të kompromentojnë figurën e gjyqtares. Por, nga ana tjetër, kemi të bëjmë me një gjyqtare e cila ka shuar masën e sigurisë arrest shtëpie për Sali Berishën dhe për këtë vendim është vlerësuar nga Sali Berisha dhe rrethi i tij mediatik dhe ky vendim është rrëzuar ose korrigjuar nga gjykata e apelit, pra është gjetur një vendim jo i ligjshëm, si thua në raport me rrethanat, dhe gjykata e apelit vendosi për një mas tjetër siguri, po jo vetëm kaq. Pra jo vetëm që ka marrë një vendim në favor të Sali Berishës që hedh poshtë pretendimet e ngritura sot për një anshmëri të gjyqtares, ka patur dyshime nga një pjesë tjetër e opinionit publik për një anshmëri në krah të Sali Berishës për shkak të këtij vendimi, por kjo gjyqtare, për cilën unë po e theksoj që nuk ka asnjë dyshim që mund të jetë e korruptuar, pra, megjithatë kjo gjyqtare ka vendosur të shpallë grup të strukturuar kriminal ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa dhe praktikisht ka shpallur grup të strukturuar kriminal një pjesë të qeverisë Rama aktuale, ndërkohë që ka liruar nga arresti shtëpiak Sali Berishën